Ish komandanti i forcave aleate për Europën si dhe njërë ndër njerëzit kryesor gjatë bombardimeve të NATO-s gjatë luftës në Kosovë, Wesley Clark, së fundi ka ngritur alarmin për Kosovën. Gjatë një paneli në Dayton të Ohio's, ku po zhvillojnë punimet sesioni pranveror i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Clark ka thënë se Kosova mund të shndërrohet në pikë eksplozive. Në Ballkanin Perëndimor është një fusnot e Bosnjës dhe marrëveshjes së Daytonit që quhet Kosovë. Kryes ka qenë ambasador në Maqedoni, presidenti Ilir Krov e kishte parë masakrën ndaj familjes Jashari në shkurtin e vonshëm të 98-s dhe i ka ditur se konflikti po vinte. Sot Kosova është vend i pavarur. Gjatë Daytonit nuk mundëm ta shtyj Miloševićin të adresojnë Kosovën. Më vonë e adresoj, por e adresoj me forca ushtarake dhe policinë speciale. Kjo thyrje me Serbisë dhe Kosovës është sensitive sot. Kosova s'ka qeveri, ende pas zgjedhjeve të fundit, por ka shqetësime serioze për të ardhmen. Pra nuk është vetëm Bosnja dhe ajo çfarë ka mbetur nga vitet e 90-ta dhe marrëveshja e Daytonit, për të cilën duhet të brengosemi. Nga ana tjetër të Serbisë, është Kosova dhe ajo po pritet se një bombë e kurdisur për të shfaqur në kohën e gabuar, ka deklaruar general Wesley Clark. Se Kosova është një bombë ku situata mund të shpërthejë në çdo moment, e thonë dhe ekspertët dhe njohësit e fushës së sigurisë në Kosovë dhe rajon. Eksperti i sigurisë Drizan Shala thotë se deklarata e generalit Wesley Clark në Dayton është një paralajmërim serioz dhe duhet të trajtohet si një sinjal strategjik me peshë të madhe, sidomos për institucionet e sigurisë, inteligjencës dhe politikë-borjes në Kosovë dhe aleatët e saj perëndimor. Clark nuk po jep thjesht një koment restriktiv me historinë e rajonit, por po bën një diagnostifikim të gjendjes aktuale dhe një paralajmërim të zhvillimeve të ardhshme. Mesazhi i tij përmbledh disa shtylla kyçe. Statusi i pazgjedhur mes Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë një burim potenciali destabilizimit. Situata aktuale politike në Kosovë përfshirë ngërçjen pas zgjedhjeve, duke ju referuar krizës politike ose paqëndrueshmërisë aktuale, e shton rrezikun. Ai e përshkruan Kosovën si një bombë e kurdisur që është një metaforë e qartë për një krizë të paralajmëruar që mund të shpërthejë në një moment të papërshtatshëm me pasoja rajonale, është shprehur Shala. Sipas tij, kjo është një ndër deklaratat më me peshë të momentit, duke marrë parasysh njohurinë dhe rolin e Clark mbi Ballkanin dhe Kosovën. Kurse eksperti tjetri Bedri Elezi thotë se alarmi nga Clark është i bazuar në dy burime kryesore. Deklarimet e zotit Clark përkatësisht Wesley Clark, i cili ka qenë një ndër aktorët kryesor të zhvillimeve që nga lufta e fundit dhe personi i cili ka informacione në kohë reale nga burime të mirë informuara dhe të sigurta, i cili në kuadër të aktiviteteve që po mbahen në Dayton si pjesë e panelit, ka ngritur shqetësime në lidhje me zhvillimet që mund të presin Ballkanin, përkatësisht Kosovën, ku ka përmendur dy burime sigurie të cilat janë konstatuar dhe nga vizita e shefit të CIA-s vitin e kaluar në Kosovë, por dhe nga përfaqësues të Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe të Bashkimit Evropian në lidhje me situatën e sigurisë. Ashtu si Shala, edhe Elezi thotë se ky është një alarm serioz dhe si i tillë duhet të trajtohet nga institucionet e Kosovës. Për në fund Elezi deklaron se Kosova po vuan dhe do të vuajë, edhe më shumë pasoja nga mos formimi i institucioneve të reja.